Dhe si që fola më përpara miq, gjeta pak kohë dhe të flas sigurisht për Argjenterika Sharën, të cilët i kam shumë miq edhe ka vite që unë blej gjëra për njerëzit e zemrës atje. Tashi doja të flisja pak për çerek finalet sigurisht ku Franca mundi Marokun, Spanja mundi Belgjikën, Argentina mundi Zvicrën mbas shumë polemikash. Prapë, si gjithmonë, se jemi mësu me për Argentinë, që me Kape Verden, që me edhe me Egyptin dhe tani me Zvicrën kishte shumë polemika, por më në fund u kualifikua Argentina, nuk kemi që të bëjmë, dhe sigurisht Anglia kualifiku me Norvegjin, sigurisht në bas një loje shumë të fortë, ku mrena 90 minutë shumë mbyll mbarazimi 1-1, ku vetëm në minutën 92 shënon Anglia dhe një lojë shumë e fortë deri në minutën 120. Qa shijuam ose qa pam ne nga këto çerek finale? Sigurisht pam 4 super ndeshje. Ne sigurisht tu i kemi shiju të shtëpia vjetër me 4 televizora dhe një projektor që sigurisht në shumë shoqërinë e Virës Agustin, Rakullores, Perfekte, lëngjeve të fresta, Kapës Kostadoro dhe në shoqërinë edhe plus vendi Perfekt dhe një freski maksimale dhe super freski që të kënaq shpirtin dhe ne e shijojmë ndeshjen. Sigurisht ne Franca arriti fitore ndaj Marokut dhe kemi folë në videot e tjera ku Franca e ka mbyll ndeshjet brenda 90 minutit dhe nuk e ka provuar akoma shijen e shtesës ose penaltive dhe uroj mos ta provoj se Franca mund të hasi vështirësi. Jo me Spanjën, po ndoshta supozohet që dhe finale ta mundi Spanjën dhe të arrijë finale ku normal aty penaltit janë kokapil dhe mund të humësh kupën e botës, ku sigurisht Franca e ka shihet hidhur prej vitesh. Unë mendoj dhe mbas futbollit që kam pa, çerek finale që do luhen të martën dhe të mërkurën, sigurisht, në të martën luhet Francë-Spanjë, ku sigurisht dhe personalisht, sepse nuk flas dot për tjerë, por për veten time, shoh favorita Francën, ndërsa ditën e mërkurë Angli-Argentinë, Argentina vjen nga ndeshje shumë të lodhura, shumë të forta, por të shtyra në minuta shtesë dhe të lodhura, ku sigurisht unë personalisht dhe për një merit speciale të trajnerit Gjerman Tuchel shoh Anglinë shumë pretendente me Argentinën. Për mendimin tim, në Francë Spanjë dhe Angli-Argentinë shoh një finale Franca-Angli. Në një finale Franca-Angli, jashtëzakonisht Franca ka 3 ekipe mos them, sepse ka Stolin akoma dhe më bombë, por ja kam shumë frikën trajnerit Gjerman Tuchel, sepse ka një zgjuarsi perfekte në çdo veprim që bën. Madje Harry Kane kishte thënë që nuk e kuptova trajnerin pse i bëra ato zëvendësime. Jo, më fal, jo Harry Kane, por Bellingham kishte thënë që nuk e kuptova trajnerin pse kishte bërë ato zëvendësime ose ato gjëra. E vërteta është që trajneri nga Stoli është një trajner shumë i zgjuar Tuchel dhe i di shumë gjonat akoma dhe më mirë. Argentina për mendimin tim vjen shumë e lodhur dhe shoh ekipet që do të ngecin diku. Spanja e kam pa që vetëm me Belgjikun të thoj gol dhe nuk e kam pa ndonjëherë se si mund bëj Spanja remontada, pra nga 0-1 që të shkaloj 1-1 ose 2-1, nuk e kam pa këtë gjë. Ndërsa Francën kam shumë qejf ta shikoj pak në vështirësi dhe ta shikoj në ndoshta pse jo edhe në shtesë ku bëj dallimet. Sigurisht edhe Franca ka portier shumë të mirë që edhe nëse shkon drejt penaltive, Franca ka një plus ke portieri. Është një njohës shumë i mirë penaltive. Pavarësisht se unë jam interist edhe ai është milanist, unë i jap meritat sepse për këtë botë, por lojtarët e Interit janë shpërndar kudo dhe normal sigurisht kanë merita kryesore. Mirë unë shoh një finale Franca-Angli, sigurisht, dhe gjithmonë kam qenë për një Francë, e kam thënë dhe në videot e mia të para që Franca është një përbindësh në këtë botror, por po të shikoni videot e mia të para kam thënë që edhe Anglia ka një merit që ka lënë disa lidera në shtëpi dhe merita kryesore e Anglisë që po ecën shumë lart është vetëm trajneri Tuchel. Prandaj nëse supozohet me anën time del një finale Franca-Angli, kam shumë
Kam shumë frikë që Anglia do jetë shumë e illët në aspektin e asaj loje. Domethënë mund shkoj coming home. E rëndësishme është që të gjitha gjysmëfinale, domethënë të gjitha. Janë 10 copër, po 2 gjysmëfinalet e Francë, Spanjë dhe Anglia-Argentinë ne do të shijojmë tu te shtëpia vjetër me 4 televizora dhe një projektor. Sigurisht do jenë net festive, kushdo që të eliminohet dhe kushdo që të shkojë në finale do jetë fantastike. Mos të harrojmë sepse Kupa Botës, përveç se luhet finale, luhet dhe vendi 3-4. Sigurisht ditën e shtunë është vendi 3-4 dhe ditën e diel është finalja e madhe e Kupës Botës. Po ju, qa mendoni, si do jenë këto gjysmëfinale, kush do të kalojë në finale, kush ka ardhur në formë të mirë, kush ka arritë që të jetë, sepse sot, sigurisht, ishte hera e parë që këto 4 ekipe ishin edhe në rangun e FIFA-s, ishin 1, 2, 3, 4. Pra nuk ishte ndodhur kurrë që këto 4 ekipe gjysmëfinalistët ishin edhe ekipet në rangun botëror të FIFA-s të ishin në vendi parë deri te 4. Për më shumë, ne mezi presim gjysmëfinalet sigurisht dhe do kemi akoma më tepër biseda në lidhje me ndeshjet. Ju mirëpres miq, ju mirëpres që të komentoni, ju mirëpres që të shikoni videot e mia, gjithashtu nëse nuk keni dëshirë për t'i pa videot e mia dhe mendimet e mia, mund t'i kaloni videot, nuk ka asnjë problem. Sigurisht keni shumë falënderime nga ana ime për të gjitha shikimet dhe gjitha pëlqimet që janë bërë videove që unë kam postuar në YouTube. Kanali im i YouTube-it sigurisht është për kënaqësinë time personale dhe sigurisht ndihem shumë mirë kur flas dhe kur bëj këto video dhe ndihem akoma më mirë kur te videot e mia ka komente, ka dhe shikime ku ne të shijojmë këtë video. Kështu miq, faleminderit shumë për këto minuta sepse jam zgjati çik te këto videot, por ju falenderoj shumë që keni dëshirë të gjoni edhe të shikoni videot e mia si në telefon, gjithashtu edhe kur udhtoni, keni qef kur e hapni aty ke makina YouTube-in dhe e kaloni gjithë udhtimin me mua, sigurisht. Faleminderit shumë dhe do shihemi në komentet dhe në videot e ardhshme të gjysmëfinaleve. Faleminderit dhe t'ja kaloni sa më bukur në këto ditë të nxehta, kudo të jeni në plazh apo në mal apo kudo që të jeni. Faleminderit dhe mirë takofshim.